Sheri për klikime dhe audiencë duket se po zhvillohet edhe përmes detajeve të vogla, si një kërcim në studio. Big Brother VIP duket se i është përgjigjur Ferma VIP në mënyrën e vet. Një video e publikuar nga Arber Hajdari, ku shfaqen Ledion Liço, Monika Kryemadhi dhe vetë ai duke kërcyer në studio, në një atmosferë të relaksuar. Në pamje të parë duket si një postim i zakonshëm gjatë Big Brother VIP, por në momentin që në video bëhet tag edhe Sara Hoxha, e cila më pas e riposton në Instagram, dhe më pas e riposton edhe Ledioni, e gjithë kjo nis të marrë një tjetër kuptim. Në sipërfaqe mesazhi është i thjeshtë: jemi mirë, jemi bashk, jemi në humor, jemi të pashqetësuar. Megjithatë, një ditë më parë, gjatë transmetimit të Ferma VIP, Ermal Mamaçi, në rolin e opinionistit, hodhi një batutë që u interpretua menjëherë si një thumë: dikush më tha që ti do jesh ai Hajdari i Fermës. Ishte një shaka, po, por jo nga ato që harrohen shpejt. Ishte nga ato batuta që bëjnë efekt pikërisht sepse thuhen me humor. Dhe pikërisht këtu, videoja e postuar nga Arber Hajdari fillon të marrë një tjetër peshë. Nuk është më thjesht një moment i bukur nga studio, por një postim i menduar, me Ledionin dhe Monikën, me tagun për Sarën, me ripostimet që pasojnë. Krejt papritur, krijohet një imazh i qartë. Ekipi i Big Brother VIP shfaqet i bashkuar, i qeshur, i pandikuar, sikur po thotë se nuk ka asgjë për të diskutuar. Ka edhe një detaj tjetër që e bën këtë lëvizje të duket më pak rastësore. Sara Hoxha këtë sezon ka ndarë pothuajse vetëm përmbajtje profesionale në lidhje me Big Brother VIP. Promovime të prajmeve, materiale zyrtare dhe elemente të komunikimit të programit. Jo meme, jo reposte spontane. Pikërisht për këtë arsye, fakti që ajo zgjedh të ripostoj këtë video e bën gjithë situatën të duket edhe më pak spontane, dhe ndoshta më e qëllimshme se që duket në pamje të parë.